Shqiptarët duhet në biznes të ndihmoj shteti që ti të kesh shtarët relativisht të mira. Jo një biznes që u hap sot, edhe të një biznes që u hap para 20 vite. Hapa i tjetër hap derë në derë. Edhe një tjetër ngritet, edhe ai. Shteti duhet këtë regla. Don 8 vite nuk e ke pa Kosovën me sy as familjen apo? Po më kritikojnë për këtë, pse u ktheve. Ktheva jo idealist dhe du vendin tim patjetër, dhe do të du prap, jo magjistri i farmacisë. Ne vyj se këtu dinë qytetarë shumë mirë, sa vyjon, kërë shumë punë, ju dalë njerëzve në ndim. Vendi është perfekt. Njerëzit duhet ndryshojnë. Duhet ndryshojnë mentalitetin, po problemi është që gjatë fillojnë nga nalë poshtë të rregullohen. Kjo është më rëndësi. Po ndryshe. A jetoni këtu? Këtu dhe. Prishtinë dhe këtu punoj. Këtu punoj. Po. Dhe në Gurbeta e kone herë? 15 vite Gurbeti. E ke lëshu Gurbetën? Pse? Pse shkuve njerë të rega, me tani pse e lëshuve? Kur kam shku ka qenë kohë dhe shtira. Viti 92 ka qenë. Edhe 8 vite kam qenë ti parë farë në Kosovë. Pas 8 vite, i marrë. Me thonë 8 vite nuk e ke pa Kosovën me sy as familjen, apo e kom edhe familjen këtu e ke pas? Me qysh mujta? Po më kritikojnë për këtë, pse u ktheve. U ktheva jo idealist dhe du vendin tim patjetër, dhe do të du prap, po jo edhe disa njerëz, edhe mos them disa njerëz, po mentaliteti, shoqëria, gjërat që duhet ndryshojnë patjetër. A mendon që me mentalitet jemi më mbrapa, po qysh? Shiko, unë mendoj që kohët fundit njështë shku mbrapa. Jem të bo, jo progres, por regres. A më shme me thonë, me specifiku 3 gjënë? Gjënë kryesore. Unë jem magjistri i farmacisë. Mjekësia është nivelin më të ulët. Drejtësia gjithashtu. Arsimi, e dimo testin PISA, ku kemë përfundu. Gjana që çdo njeri që është real, i dallon. To s'më pëlqejnë fare, se nuk më pas shef që vendi jonë që mbetet në durë tona dhe në administrimin e vetë shqiptarit për Kosovën, do të bëhet shumë më mirë. Për këtë arsye e kom çu perëndimin pas disa vite. A je peshmon? Shiko. Ta thonë, unë jam realist, më duhet me thënë se po, pas kësaj po. Pas kësaj po. Nuk kemi kënaqur. Me të jetë mundësia ishe shku prap? Unë mundem me shku, se nuk kam diplom gjerman atje, mundem me shku prap. Po është mosha, familja këtu, fëmijët, kështu që. Mas nuk keme diplom rrëse për na vyshe. Jo, unë e vyj se këtu dinë qytetarë shumë mirë, sa vyjon. Këtu kontribuoj shumë, kam përvojën që kam marrë për gjermanistë, kam sjell. Kërë shumë punë, ju dalë njerëzve në ndim. Shërbimet, mos them të ndryshme sa përket mjekësisë. Edhe të volitshme, pa diskutim. Mirë, po gjënë do të shkojnë më marrë më mirë. Sa i lidhën me profesionin? Me profesionin? 100%. Me profesionin ki fjallë. Po, me punën që Pa diskutim. Pa diskutim. E tregon Me gnatësi e punoj, po me gnashur me atër kufe të kështë edhe pacienti, unë i quj pacient, në datë i gnashur. Këllëtanë. E më tregon pak me cilat fjallë nisë për Gurbet. Çka i the vetës kur je nisë, po të kthej pak në kota? Kështë që unë pas studimeve në Sarajevo, që atje kom qenë filloj Gurbeti dhe luftën, një pjesë të lutës që kom kaluar në Sarajevo, ju më kthy këtu, pas 6 muaj kom nga këtu, se këtu s'ka funksionu vitet 92 asgjë gati, ka qenë çdo gjë në kolaps, në okupim. Kujt e dim ne, edhe mandej s'ka pas gjë tjetër, më ka dash tiku. Unë një ambicioz dhe duhet që televizi duhet punoj, nuk duhet që të sillim kot. Për këtë arsye kam dalë në Gurbet. A ka qenë e vështirë për ty kur shkove atje në fillim në Gurbet? Po, dëgjoj, ka qenë vështirë, fillim ka qenë vështirë, po përgjithësi më ka dash 6 muaj ditë që të punësohem edhe atje, mos të më 4, punësohem dhe ta marr veten dhe i më punësu drejtimin tim. Kështu që kam marrë diplom tyre, kam punuar kohë gjatë, kam një përvojë të spitalit në Gjermani si punohet atje. Edhe kjo më ka sjell përfitimi jashtëzakonisht të mëdha. Edhe një pyetje, sa mendon që duhet me qenë paga minimale në vendin tonë? Është problem me cek. Sa kanë një tash të llogarit çmimi që është tonë çdo ditë. A u tan. Është kjo minimale me të vërtetë është prapë vogël. Sa kështë dishtime? Mirë po. Duhet për të paguar punëtori, unë vetë kam punëtor, duhet me pas të ardhur aty. Të
Shqiptarët duhet në biznes të ndihmoj shteti që ti të kesh shtarët relativisht të mira. Punësohet jo të krijoj konkurrencë, le konkurrencën derë më derë, sikur që është e krijuar. Edhe pastaj as unë as tjetri as ai tjetri, normal tani edhe pse ki nëse vullnet në dëshirë më të madhe për me blani pak punëtorit, nuk e ku e merr. Pas 23 vite fatikisht që jam në biznes, është problem me mbijetu. Me gjithë këtë pojë që kam, me mbijetu. Mos flasim për përfitime, mund të më arru. Këtu është kryesisht fajtor ata që udhëheqin shtetin, për faktin që duhet të ruhet biznesi. Jo një biznes që u hap sot, të dëmëtoj një biznes që u hap para 20 vite. S'merret njëri me këto punë. Po i dëmtojnë me një farë. Po, sigurisht. Bizneset. Po se njëri tjetër, do të kështu keni biznes, hap ai tjetër hap derë në derë. Edhe një tjetër ngritet, edhe ai. Shteti duhet këtë rregulla. E kam fjalën më së pari për farmacinë, duhet minimumi 3000 banor për një farmaci, minimumi. Këtu në 1000 është një banator, si mund është me vjetu. Shumë e kam fjalën të ky për dhe të tjera biznesi, pse jo? Biznesi duhet të ruhen, duhet t'i trajtojsh mirë, jo jashtë ligjit, po ti mbështetesh që ai të qëndron këtu, bën punësime, po t'i krijojnë kushte. Jo para syve, shtetit t'i bëhet një konkurencë jo leale, e pa drejt edhe fatikisht punëtorë që kiti me vite s'mundi paguhen ashtu sa meritojnë për faktin se ke konkurencë të paparë, edhe njerëz luftojnë tani për me mbijetu, si biznes që luftojnë për me mbijetu. Domethënë duhet bizneset ekzistuese duhet mbrohen, duhet trajtohen mirë, duhet të ruhen prej shtetit, që këtu mos mbyllen. Kupton? Se për marrë një biznes tri është problem, se është të pyetja çfarë biznesi të hapsh. Faleminderit shumë për kohën. Lutem.